Fuqizimi i bashkive sa i përket financave, burimeve njerëzore si dhe projekteve konkrete, janë sfidat kryesore dhe fokusi i Partisë Socialiste, që pritet të adresohen në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale. Në një intervistë për Vision Plus, bashkëkryetari Arbian Mazniku u tregua i qartë se objektivi i mazhorancës është që të forcohen kapacitetet e institucioneve vendore. Ne duhet të shohim kompetencat e bashkisë, të marrim një vendim së bashku, nëse ne duam bashki më të forta, duam bashki me më shumë kompetenca, me më shumë decentralizim, dhe kemi bashki që mund të ofrojnë shërbimet që kanë. Dhe më pas duhet të themi, nëse bashkia duhet të ketë më shumë para, duhet të ketë më shumë kompetenca, duhet të ketë mundësi të ushtrojë këto kompetenca, duhet të ketë burime njerëzore të mjaftueshme për t'i ofruar qytetarëve këto shërbime. Mazniku shpjegoi se ndryshe nga reforma elektorale, Territorialia ka afat, pasi ndryshimet duhet të miratohen një vit para zgjedhjeve lokale. Kjo do thotë që deri në korrik të vitit 2026 ne duhet kemi përmbyllur reformën. Të paktën pjesën territoriale të reformës, sa pjesën e kompetencave, pjesën financiare mund të kemi pak më shumë kohë. Nëse humbasim këtë dritaria tjetër është pas zgjedhjeve për zgjedhjet 2031-shit. Nëse mazhoranca ka një plan për të ulur numrin e bashkive në vend, bashkëkryetari socialist dha këtë përgjigje. Unë mendoj që nuk është e udhës që në këtë moment të fillimit të procesit të flasim për numra, sepse rrezikojmë që duke folur për numra më shumë apo më pak bashki, të kondicionojmë në një mënyrë të padrejtë rezultatin që duhet arrijmë. Vuri theksin dhe tek bashkëpunimi me opozitën, teksa nënvizoi dhe kërkesat e miratuara, në mënyrë që të mos ketë bojkot apo përplasje nga të djathtët. Kërkoj që të kemi antar numër të barabartë, pavarësisht se parlamenti nuk e ka afërsi numrash midis opozitës dhe majorancës. Ne vendosim të kemi numra të barabartë, kërkoj bashkëkryesi dhe ram dakord për bashkëkryesi, pra në mënyrë sistematike i kemi dhënë të gjitha shenjat opozitës se një gatishmërie nga ana jonë për të bërë një reformë bashkarisht. Të njëjtën do të zhvillohet mbledhja e dytë pas konstituimit të Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale, ku pritet i bashkohen dhe antarët e Partisë Demokratike.